Janë edhe pop nominimet për meshkuj. Atëre veç po i shohin në ekran është Shpat Kasapi, Agim Poshka, Alberti dhe Ermali. Kush do t'jetë? Do t'jetë tani Zarfi e labi natyrisht që ti je ai që do ta thuash? Po, ja që edhe Zarfi veç arriti. Konkurenca është shumë e madhe. Po. Dhe është. Unë po e shoh edhe pa e hapi, që pa e hapi tash. Po Thuaje vrejnë këtu. dhe të tjerëve. Mirë, edhe tani e kemi. Unë e di. Unë e jo. Edhe unë e pash. Ata thëmë bashkë pra, të tretë? Në rregull. 1, 2, 3, unë e besoj. Dardha bie në dardha. E the ti pak ma herët e the. po, Kështu e që unë e dinë. besoj me titullin e një këngë që e di edhe mbaj mend, edhe sidomos qikat e Prishtinës se dojnë ma atë këngë. Qika e Prishtinës, Ermal Fejzullahu. Ermal Urime. Ermal, shumë herë ke qenë mysafir në emisionet në cilat i puna labi, o pop njeri një kafe me labin. Ndërsa sonte jeni një manifestim ku marrët një çmim, ja që prap labi ishte ai që ndau çmimin për ty. Falenderoj labin shumë, edhe këtë shpërblim se gjithmonë sparja dedikoj Zotit ati që ofsha falë, pastaj familjes time dhe gjithë njerëzit që më donë dhe që i dua. Normali edhe kjo për ty, faleminderit shumë. Urime për çmimin.